Në raund të parë, a i bie që ka mbritur në tavan të votës? Apo e merr edhe një pjesë të strukturës së Na PDK-s? kretë dim që kjo vot një pjesë e AKZ-nisëm s'ka shku në raport me votën e kandidatit, që i bjen, po të mos shkon të edhe një pjesë e vetëvendosjes të Urani, përparimi ka rreziku mos me dalës në balotazh. Kuptoni sepse kështu ka ndodhur domethënë shpërndarje. 500 vota përpara. Çe po marr një shembull që nisë me prej 5, ku ka ndodhur sipas me dorëzimin thojza e partive politike që mos me dëmtu potencialisht parin, duke kandidu figurën e cilën nuk mund të marrin vota si kandidat. Shembull është rasti i PES. 2000 vota ka marrë zonja e Albani si kandidate, 4500 vota ka marrë PDK si parti. Po ta marr rastin edhe Xhakovës. Hajdar Beqi ka qenë bardh si listës, nëse nuk ka bëj, si parti që ka marrë 50000 vota, kandidati ty as 2000 sa i ka marrë, domethënë 3000. Pra ka një vendim strategjik që çdo shuhet të degëve. Po do ka votuar Ardian Xhinin aty po i bie. Absolutisht, domethënë që kanë vendos orientim me shysh raundën e parë me dhënë një mbështetje në raport me kandidatin e parë si kryetari aktorës së çdo shuhet. Njëtë ka ndodhur edhe me Prishtinën ka ndodhur, në farforme këto subjektet e tjera që e kanë ndiku. Kjo është lujtë si lojë. Qartë, po ajo është ka ndodhur, ne e konstatuam atë Fidan. Po ai ka mbritur tavanin për parim Rama, apo mund të merr vot PDK-s tani me këto protesta që po del aty në ball? Analizën nuk e di, informacion fillestar, ajo çka di që PDK po tenton me shku drejt një marrëveshje me përparim Ramën, domethënë me çu iden e një koalicioni të mundshëm, a e bëjmë publike jo këtë, ende s'kam informacion dhe se kam sakt, por po punohet në drejtim me Gjas, Abdigjiku dhe Krestiqi e kanë një lloj pajtimi fillestar që me shku drejt kësaj mbështetje, por e thashun elektorati i PDK-s është i përzim në Prishtinë. Pra ky edhe një marrëveshje tjetër nuk mund të kryej punë. Është i ndam, a dim se po, është i ndam sepse është një pjesë që ka besu strukturës së Urani Ismailit si kandidat. Që ka kërkuar ndryshim. Po jo edhe partisa, po kupton. Edhe kjo është e para. E dyta e përmenda këtë idenë që një pjesë e strukturës së vetëvendosjes nuk kanë besuar figurën e Zotit Çeku. E kanë votuar Urani Ismailin, a e dini. Por që ata kur dalin nuk e votojnë përparim Ramën. Natyrisht që e votojnë kandidatin e lëvizjes së vetëvendosjes. Pra gara mes përparim Ramës dhe Rolla Çekut ka me qenë shumë ngushtë, por në fund fiton Rolla Çeku në Prishtinë. Këtë pëndu me bindje. Me çfarë bindje tha? Se vendosi këto. Po i dali kjo me qefs po Unë vonë. votoj në Prishtinë, unë e di kam votu. Ju po ja po hoj. Valla pja po hoj, sa analizën e po. Kjo projekcionit e shijove, asnjë argument nuk e ka pse. Ku mujnë me shkuar PDK-ja mas shumti në histori. Mas shumti në histori PDK ka votë në Prishtinë këto zgjedhje. Sa i dhash argument? Mas shumti. Pa e dim se ka. Se shumica e pyetën e kim vetëvendosje se ja thash, se kanë besuar në kandidaturën e Rolla Çekut, e kanë votuar Urani Ismail. Ku shkojnë tash ata? Sa përparim Rama shkojnë? Kthehen te ai që e kanë kundërshtuar një herë. Jo gabim me kiti. Përparim Rama dhe Rolla Çekut do të Shikoj përparim Rama fiton. Po ti e ki modelin, jo, po unë mundoj me bëj analizë. Ky nuk deklarohet. Shefuni fundit let fiton më